Rritja e çmimeve të karburanteve si pasojë e konflikteve në lindjen e mesme po krijon vështirësi edhe në sektorin e transportit publik. Drejtuesit e linjave të transportit ndërqytetas në Elbasan deklarojnë se me çmimet aktuale të naftës po operojnë me humbje dhe ndodhen në prag falimenti. Ata theksojnë se për momentin nuk është reflektuar një rritje në çmimin e biletave, por paralajmërojnë se nëse trendi i shtrëngimit të karburantit vijon, do të detyrohen të ndërmarrin një hap të tillë. Sipas shoferëve, faktori kryesor që rëndon situatën është edhe rënja e ndjeshme e numrit të pasagjerëve e lidhur me fenomenin e shpopullimit. Jemi duke fut nga xhepi për momentin, po presim në mas. Sa do kam marrë 25.000 lekë nga Durrësi, më koj 40.000 du naftë. Kam edhe 10 minuta për të nisë. 12 pa çerë kam rënë nisës. Kam 4.000 lekë lart vjetra. Nga 5 autobus që ishim për momentin 2 po punojmë, se s'ka njerëz fare. 3 jam pushim. E kemi bërë me grafik. Rrim 2 pushim, po në njëri, rrim 2 pushim po në tjetër. Elbasan Durrës po punojmë me 4.000 lekë vjetra. Ne edhe me 5.000 dhe me 6.000 po me humbje, me prag falimentimi. Pak e nxituar, sepse njerëzit duke përballojnë dot rritjen e çmimit. Ka njerëz që fëmijët e shkollave do presin, nëse do rriten çmimet e naftës goxhave, do detyrohemi. Ne pothuajse jemi të falimentuar, sepse njerëzit janë larguar, s'ka njerëz. E njëjta situatë paraqitet edhe në Lezhë, ku drejtuesit e mjeteve të transportit publik shprehen se në disa raste punojnë vetëm për të mbuluar shpenzimet e karburantit pa siguruar fitim. Ata theksojnë se rritja e çmimit të biletave është e vështirë për t'u zbatuar për shkak të gjendjes ekonomike të banorëve, veçanërisht në zonat rurale, ku pjesa më e madhe e popullsisë i përket moshës së tretë dhe numri i pasagjerëve është në rënje. Ne dalim punë kot. Nrojmë lekun me naftën, absolutisht s'ka gjatë tjetër. S'ke që arrit, pleq kanë met tu. S'ka met kushën këtë vend. Tepër skandaloz. Isha me thënë është nafta më shtaret në Evropë. Do vazhdojnë punojmë, majmë linjën sa të munëm, kur mos dalin ma dhe të fikim të shtëpia. Ka ditë që punojmë vetëm për naftë, vetëm pleq kanë met, që me 3 vete ardhë, nga Baldarë. Edhe sa ka këtë nafta lirë, s'ka pas kush me hypë, se s'ka met njeri, kënë hikë tanë. Jo, s'ke pse me levicës nuk ka njerës, vetëm me licencë me dërzuket. Dajtë myllës, nuk s'kena gjanë të rrezikshme. Në këtë kushte operatorët e transportit publik paralajmërojnë se në mungesë të masave mbështetëse nga autoritetet, si subvencione apo politika lehtësuese, një pjesë e konsiderueshme e tyre rrezikon të ndërpresë aktivitetin, duke lënë pa shërbim transporti shumë komunitete.